Me 4 mars, deputetët e opozitës në Kuvendin e Serbisë shkaktuan një incident duke hedhur bomba tymuse dhe duke shpalosur pankarta kundër qeverisë. Pas këtij incidenti, kryetaria e Kuvendit, Ana Brnabić, kryetari i zyrës së Kosovës në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, dhe subjekti politik serb në Kosovë, Lista Serbe, e ndërlidhen këtë akt me kryeministrin Albin Kurti. Ata i konsideruan deputetët e opozitës në Kuvendin e Serbisë si bashkëpunëtor të Kurtit, duke nënkuptuar se protesta dhe forma të tilla destabilizuese po mbështeten apo po frymëzohen nga Prishtina zyrtare. Edhe raportimet e mediave në Serbi e ndërlidhen këtë ngjarje me kryeministrin Kurti dhe mediat në Kosovë, të cilat raportuan për ngjarjen, duke pretenduar se Kurti u ndo i kënaqur me këtë akt, si dhe mediat në Kosovë i kushtuan një vëmendje të madhe. Krahas kësaj, në mediat serbe u pretendua se opozita po e zbaton një skenar të frymëzuar nga Kurti, duke akuzuar se po vepron në interes të qeverisë së Kosovës. Deklaratat e zyrtarëve serb dhe raportimet në mediat serbe përpiqen të krijojnë narrativ të pabazuar në fakte, duke e lidhur Albin Kurtin me opozitën serbe atje, dhe duke e portretizuar që çdo kundërshtim ndaj regjimit të Vučićit është orkestruar nga Albin Kurti kundër Serbisë. Por kjo nuk është narrativa e vetme që qarkullon në mediat serbe. Hibrit.info i trajton dhe i analizon këto narrativa. Për t'u informuar rreth këtyre narrativa, na ndiqni në rrjetet sociale: Facebook, TikTok, Instagram dhe YouTube.